1 milion euro të fshehura në një furgon, një polic nga Shqipëria mes të dyshuarve, dhe një hetim që në vend se të zbardh të vërtetën po hap gjithnjë e më shumë pikpyetje. Kjo është ajo që sot njihet si afera 1 milionshit, e cila nisi në pikën kufitare në Merdar, në njërën nga pikat kryesore kufitare. Aty, dogana e Kosovës zbuloi rreth 1 milion euro të fshehura në një hapësirë të improvizuar brenda një furgoni që po kalonte tranzit. 3 shtetas të Shqipërisë ndodheshin automjet, mes tyre edhe zyrtari policor i Policisë së Shqipërisë, roli të cilit ishte shofer. Dyshimet ishin serioze, transporti pa letshëm i parave dhe mundësi për shpërlarje parash. Por ajo që ndodhi më pas është ajo që po ngrihet shqetësime serioze për mënyrën se si është trajtuar ky rast. Prokuroria, në një afat pas arrestimit, kërkoi paraburgim për të dyshuarit, por gjykata themelore në Prishtinë e refuzoi kërkesën. Jo vetëm një herë, por 2, edhe pasi gjykata e apelit i kishte thënë themelorës që rastin ta rivendos pas ankesës së prokurorisë speciale. Fillimisht, në vendimin e parë të gjykatës themelore të Prishtinës, i datës 27 shkurt 2026, i marrë nga gjyqtari Leon Përlaska për refuzimin e kërkesës për marrës të sigurisë ndaj 3 të dyshuarve. Thuhet se prokuroria nuk ka arritur që të vërtetoj se ekziston dyshimi i bazuar për 3 të dyshuarit. Gjithashtu, vetëm një fjali përmend dyshimin e bazuar se të dyshuarit kishin kryer veprën penale, ndërsa tutje, prokuroria speciale nuk kishte bashkangjitur asnjë provë minimale në kërkesën e dorëzuar në gjykatë. Për këtë vendim, prokuroria speciale kishte ushtruar edhe ankesë. Kallzo.com ka tentuar që të marrë përgjigje nga prokuroria rastit nëse ka dorëzuar prova materiale për të cilat gjykata ka thënë se nuk ka pasur të tilla në kërkesë për caktimin e masës së sigurisë për të dyshuarit. Prokurore, meqense e ke pas rastin, një dosha me fol me juve për çet vendimin e ri të apelit. Veç po më intereson me ditë, nëse ju keni dërgu prova të reja në lidhje me rastin e 1 milionshit te gjykata themelore, sepse prapë është marrë një vendim që i ka liru të dyshuarit për rastin e 1 milionshit. Edhe veç po na duhet me ditë nëse apeli e ka kthy, tash në gjykatë themelore a keni shu prova të reja në rast apo jo? Qëtëni me shkrim qënë, me shkrim edhe ju përgjigjen, që ja të ardhnora ju përgjigjeni, hajde. Prokuroria nuk ka kthyer përgjigje, por i ka dhënë çastje Kallzo.com në ankesën që ka ushtruar prokuroria Berisha. Aty përmenden edhe veprimet që prokuroria konsideroi se gjykata i anashkaloi e gjithashtu thuhet se janë dërguar prova shtesë, një ditë pasi gjykata kishte pranuar kërkesën për caktimin e masës së sigurisë. Përfshirë këto, edhe dokumentet të doganës që përfshin sekuestrimin e monedhave dhe të automjetit. Në një njoftim për media, gjykata e apelit aprovon ankesën e prokurorisë speciale dhe i rëndit shkeljet e gjykatës themelore që liroi të dyshuarit. Aktvendimi i ankimuar është i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale. Shkelje që ndërlidhet me zbatimin e gabuar të dispozitës materiale, për shkak se gjykata e shkallës së parë, me rastin e refuzimit të kërkesës së prokurorisë speciale për caktimin e masës së paraburgimit, nuk ka dhënë arsye të mjaftueshme se si ka ardhur në përfundim lidhur me mos ekzekutimin e dyshimit të bazuar. Po ashtu, arsyetimi i aktvendimit të ankimuar rezulton të jetë i përgjithësuar, i paqartë dhe në disa pjesë edhe kontradiktor. Ndonse prokuroria pati hapësira të reja tashmë të paraqas edhe ato për çka ishte kritikuar nga gjykata e shkallës së parë, provat materiale. Një vendim tjetër që kishte marrë gjykata e Prishtinës ishte i ngjashëm. Sërish, refuzim të masës së sigurisë për të dyshuarit e aferës 1 milion euro. Edhe këto gjykata u tregua kritike. Sipas vendimit që ka siguruar Kallzo.com, gjykata themelore e Prishtinës thot qartë se kërkesa e prokurorës Shenaj Berisha është një kërkesë e pazakontë për caktimin e paraburgimit, ndoshta edhe e vetmja në praktikë gjyqësore të Kosovës, në të cilën prokurori i shtetit nuk përmend askund, nuk përshkruan e as nuk thirret në asnjë provë për të mbështetur dyshimin e bazuar se të pandehurit kanë kryer veprën penale për të cilën dyshohen. Pra, në një rast që filloi me 1 milion euro të kapura në kufi, gjykata thot se nuk ka prova të mjaftueshme për të justifikuar paraburgimin. Dhe ndërkohë që 2 instancat e drejtësisë po trajtojnë këtë çështje, zhvillime të tjera ka pasur përgjatë ditëve të fundit. 3 të dyshuarit pa masë të sigurisë tashmë janë larguar nga Kosova dhe ndodhen në Shqipëri.